Është kënaqësi që jemi sot këtu në këtë takim përurues të këtij komiteti të përbashkët konsultativ, një provë tjetër që Shqipëria po ecë përpara me integrimin e saj evropian. Ashtu siç e tha edhe komisionerja Kos gjatë takimeve të saj në Shqipëri, i gjithë ky proces është një proces i cili përfshin të gjithë shoqërinë, pra nuk mund të lihet vetëm për qeverinë dhe për kuvendin, por që organizatat e shoqërisë civile duhet të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë proces. E në këtë aspekt më lejoni që të përsëris atë që ka thënë edhe presidenti Rëpke më herët gjatë javës, e cila është në fakt që këto vende tona do duhet pikërisht që të përfshinë shoqërinë civile në të gjithë punën që do të bëhet përpara se të bëhen pjesë e familjes tonë. Dhe arsyeja për këtë është sepse të ecësh përpara me antarësimin në BE kërkon angazhim politik, mbështetjen e qytetarëve dhe përfshirjen aktive të shoqërisë civile. Ky komitet i përbashkët konsultativ që po lançojmë sot krijon pikërisht këtë gjë, hapësirën e dur për shoqërinë civile që të luajnë rolin e tyre, që do të thotë organizatat e shoqërisë civile, partnerët social, shoqatat e punëdhënësve, sindikatat e të gjitha organizatat e tjera. Dhe cili është kontributi që mund të jap shoqëria civile në këtë proces? Një shoqëri civile aktive në përkufizimin e saj më të gjerë është jetike për të bërë të mundur që qytetarët të kenë ndikimin e duhur që të marrin pikërisht në dorë pra të mirat e reformave që sjellin antarësimin. Dhe natyrisht këtu duhet që të mos harrojmë që përgjegjësia e shoqërisë civile është të komunikojë në mënyrë efikase dhe sa më pranë qytetarëve. Nga ana tjetër, qeveria mund të përfitojë nga ekspertiza që ka shoqëria civile në sektor të ndryshme, nga njohuritë e tyre për procesin e negociatave. Dhe këtu duhet që shoqëritë civile të luajnë një rol proaktiv në platforma të ndryshme për konsultim apo për pjesëmarrje në vendimarrje, qofshin këto platforma të ndryshme të integrimit evropian apo të tjera. E në fund, po jo më pak nga rëndësia, një shoqëri civile e tillë pra kaq e fortë duhet që të ketë pikërisht edhe monitorimin e shoqërisë civile, veprimet e qeverisë, sepse në këtë aspekt, pikërisht roli i shoqërisë civile luan një rol të rëndësishëm në sistemin e kontrollit dhe të ekuilibrave. Prandaj, në kontekstin e antarësimit në BE, pjesëmarrja dhe konsultimi i shoqërisë civile në vendimarrje është një pjesë shumë e rëndësishme e atyre temave që ne i quajmë themelorat. Për këtë arsye, qeveria dhe kuvendi kanë ndërmarrë disa angazhime si pjesë e udhërofyesit për funksionimin e institucioneve demokratike që u miratua vitin e shkuar, synimi i të cilët është që të krijohet një hapësirë e dur për të gjithë qytetarët, pra një mjedis për shoqërinë civile, duke përfshirë edhe një klimë tatimore më të favorshme mes timujt e ndryshëm, si edhe me një kuadër fleksibël për ata që duan të punojnë si vullnetar. Më lejoni të them gjithashtu që vënia në zbatim e udhërofyesit do të jetë aspekti kyç për të matur edhe ecurinë që do të bëhet gjatë negocimet të grup kapitullit nr. 1. Ne vlerësojmë gjithashtu edhe që qeveria e Shqipërisë me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ka kryer vlerësimin e dokumentit të vet strategjik për bashkëpunimin me shoqërinë civile, e cila përfundoi në 2023. Tashmë ka ardhur koha që qeveria në formë të gjerë dhe transparente të ndajë përfundimet e këtij vlerësimi që ka bërë dhe që të shikojmë pra dhe të punojmë më pas për rekomandimet. Ne na duhet pikërisht një punë gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse për miratimin e strategjisë së re, për duke detajuar gjithashtu çdo hap të mundshëm të dakordësuar për mbështetjen për shoqërinë civile. Zonja dhe zotrinj, shikojmë hapësirën rreth nesh që po të kurret për shoqërinë civile, shikojmë demokraci që kërcënohen nga manipulimi i informacionit dhe që vlera të tilla si diversiteti, barazia dhe gjithëpërfshirja janë vënë në pikpyetje. Në këtë kontekst, Bashkimi Evropian po dyfishon përpjekjet e saj që të promovojë një shoqëri civile të pavarur
dhe aktive. Kyçe kjo për demokracinë dhe në këtë kontekst edhe mediat e pavarura janë tetë të rëndësishme. Më lejoni që në mbyllje të fjalës time të ritheksoj vlerësimin tim për rolin që ka luajtur presidenti Rëpke për lançimin e kësaj nisme dhe natyrisht edhe për qeverinë e Shqipërisë që u bë kaq shpejt dhe kam besim që Komiteti i Përbashkët Konsultativ do të jap kontributin e vet për një proces negociatash më gjithëpërfshirës e më transparent, si dhe një bashkëpunim më të plotë dhe të shëndetshëm ndërmjet autoriteteve nga njëra anë dhe partnerëve sociale shoqërisë civile nga ana tjetër për reformat që ka përpara Shqipëria. Më lejoni që të përgëzoj të gjithë anëtarët që janë përzgjedhur pra si pjesë e Komitetit të Përbashkët Konsultativ dhe shoh shumë që i njoh dhe ju uroj të gjithëve suksese në mandatin tuaj të parë. Faleminderit.